Në qoftë se ne i mshel me synt para të keqës, për me rujt pozitën tonë që kemi, ta kish parasysh se vjen një ditë që atë mirë, atë pozitë që ki, Allahu ta merr dhe të poshtërson zbashku me ata të cilët rreshtohesh në krau negativ. Për ata të nderuar vëllezër, po e përfundoj këtu sepse kam lexuar një komunikat Bashkisë Islame. Po e sinalizoj vetëm një ajet të shkurt në lidhje me këtë. E ka transmetuar Allahu subhanahu wa taala edhe në Tevrat, edhe në Zebur, edhe në Injil, në 3 librat e shenjta. E pastaj ka prudhën në Kur'an, në ngjarje se si ka shkatruar Allahu subhanahu wa taala popujt e mëhershëm. Çuçi ka shkatruar të nderuar vëllezër? Allahu xhalla xhelalu kur ia ka thënë dënimin, i ka bë barabart edhe të mirët e të këqit. Pse? Sepse të mirët e asaj kohe kanë hesht për misionin e tyre. E pastaj kur i ka ardhur dënimi Allahut azza wa xal, ngjallën para Allahut subhanahu wa taala zbashku me të këqit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çish ka ndodhur kjo ngjarje? Tha kur njerëzit kanë bërë vepra të këqija. Njëri ka thënë kështu, besimtari asaj kohe ka thënë kështu. Thot ti po bën vepra të këqija, unë s'po bëj vepra të këqija. Thot po apet kam shok tyje. E në momentin kur ti jep krah dikuj, edhe në momentin kur ti nuk di me identifiku vetë vetën tane, por ty bëhet normal gjithçka, në atë moment ke hyrë në zonë të kuqe, sepse Allahu subhanahu wa taala ka kërkuar pe besimtarit që në qoftë se në vepër është e keqe, besimtari kur s'guzon mi bëj amena se vepre. Në qoftë se një person është i keq mesin ton, o du të përmirësohet ai, o ne du të mu distancu prej tij. Për arsye se s'muna me jetu për shembull në sabah me kanë kriminal e mbrëmje me kanë viktim. Por du të dallohen gjanat njëre për gjithmonë. Dhe sot për shembull kjo krizë që do të jetë temë në xhumën e ardhshme, na ka kaplu neve në përgjithësi si musliman. Për shembull, mua s'm pengon me pas shok hajdukin. Për shembull. Atëherë çfarë besimtar jam unë? Ose çfarë shpirt mirë jam unë në qoftë se unë kam shok hajdukin? Ose tjetër për shembull e ka shok kriminalin. Ose tjetër e ka shok për shembull narkomanin. Edhe thotë çore hoxha, unë në me ai pe drog për shembull, thotë po njëri mirë kam shokun e. E nëse kiti shok narkomanin, unë po ta them një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk mundesh ka thon pejgamberi sa me bash shok dikan, nëse se ki cilësinë e njëjtë me ta. Në qoftë se ti e ki e ban shok hajdukin, e ki një dozë të hajdukijës në shpirtin tanë. Se s'mundesh me pas shok. Në qoftë se ti e ki shok pra narkomanin, e ki një dozë të narkomanisë më rana trupin tanë, që ti po e gjan një gjuhë për bashkë me ta. Pra në kohën ku jetojmë ne të ndëruar vëllezër, është me rëndësi të identifikohemi si musliman. E keqja është e keqe gjithmonë, edhe e mira ka me mbet e mirë gjithmonë. Pastaj ti e ki për obligim dhe është në kompetenca tua me zgjedhë se ka cilan po do më rështu, ka e mira apo ka e keqja. Po në qoftë se ti rështohesh ka e keqja dhe mendon se është normale kjo punë, ta kesh parasysh se në ditë ke më kthy te Zoti i Madhreshëm, e pastaj nuk kam dëshirë që dikush për besimtarëve me u ngjall para Zotit me të këqit, çish kanë më ngjallë një shumicë njerëzve para Allahut subhanahu wa taala.